Ke me u tregtu. Atë dhe dashuri është me dashtë edhe Jalën, me dashtë edhe Vlorën, djemt e vendit janë edhe ata të Durrësit, edhe ata të Peshkopis, do me thonë, kuptohemi që Cilit vend? nuk po m'pëlqen, do me thonë, që kjo ide, dët me kuptu një sen, Dardanët është i kuptushme me kanë të irritum që të moment kër ju kanë shku dhe lejtarë. Por Po është nësu dinake dhe prejonës Shqipërisë mënyra se qysh po i merë. Ja, tash që të përdu me dalë, do të me kuptu një fajtor. Këto është një fajtor, a e ka emnin Armand Duka. Për arsye se Shqipëria i ka edhe në kushtetutën e vetë krejt shqiptarë që jetojnë jashtë teritorit Shqipërisë. Kështu që asë me aspektet dhe normat ligjore të FIFA-s dhe UEFA-s të nuk më nëshme nalu asë një lejtar për me shku atje. Kish me qenë mirë që Duka në këtë rast me mirë kuptu zhvillimin e Kosovës dhe mos me kesh përdor influencën dhe fuqin që e ka ai për momentin në atë institucion në aspektin e fuqizimit të kombëtarës së tij edhe në këtë rast realisht edhe dobësimit të kombëtarës tonë. Unë nuk shoh fajtor të brendshëm shumë në çdo moment, në çdo ikje, shoh fajtor të brendshëm për ikjen e dakut e do tjerë që kena gabuz, kena mujta ne kënej. Në çdo ikjet e fundit, unë e shoh një mos mirë kuptim nga Shqipëria që do të dojë të ishte një federat am, edhe jo me asë deklarata skandaloze që i dha Bushi, që tha edhe një dy lojtarë tjerë më kanë me rak për listës Kosovës, do me thonë kjo ka shumë skandaloze si pas meje. Lojtarët nuk kanë faj. Faj ka Federata e Shqipnisë, cila po këshyrë me shdo kështë, me përshku se cilin lojtarë, më falj? Lojtarët në ata që vendosin. Faj ka Federata e Shqipërisë në këtë rast, sepse do dojtë a mirë kuptante punën e skautëve në përgjenerata që i skautojnë ata lojtarë,